Krista dhe pas ke bërë flokët si e trendi TikTokut, Beachy Wave, qa është Regjia. E po sa të shkojnë, duke shumë kështu. Pa, Beachy Wave ka qenë super trend vjetë në verë. Po, besoj do jetë dhe këtë vit trend, derisa dalin ndonjë trend tjetër. Thonjt French, nuk është se vazhdoj me trendet me thonjt, i kemi kështu. Akull. Natural. Ka muaj të tëra që jam zhvendosur. Vajza bazike. Po sa influencohemi ne nga trendet e TikTokut? Shumë fare, mos të flasim. E keni parë të Kylie Jenner kohët e fundit, që shkojt ajo Coachella, që kishte veshur atë lookun, ishte bërë shumë e bukur. Dhe po të shikoja TikToket e vajzave të huaja, pothuajse ishin veshur të gjitha njësoj. Edhe komentet poshtë, po inspiron dhe komentet poshtë kishin thënë që mos kopjoni kaq shumë, ndërkohë që ato thjesht po influencohen nga Kylie Jenner që gjithmonë ka gjetë jetë që influencon. Njerëz, po. Zëre se ka qenë ikona e modës. Ishte për shembull, po ishte, jo, me shime te Kylie, ishte një shprehje që thoshte Kylie nuk ka nevojë që të veshë outfit because she's the whole outfit. Yeah, po. Kylie. E di çfarë për shembull edhe ti influencuar, se më kujtoa tani nga veshjet. Ke parë që të kanë atyrë që janë me të dantellën kështu? Po. Ti e ke marrë. Unë e kam porositur dhe kam thyer porosin po e them emrin e brandit, mos t'i bëjmë reklam. Ajo jaketa lëkurë zez. Unë atë e kam marrë. Sa veta e kanë vila atë? Shiko, unë atë e kam marrë shumë kohë më përpara, kur ishte përhapaj shumë. Le të jemi sinqert. Po pastaj më hyri në qef, të doja, unë sa të bëj tani. Po pa frikë tu e kam 5 veta. 5. Ne shumicën e rubrikës sonë shumë të preferuar, e provova dhe unë, e kemi trend e TikTok. Shumë e vërtet. Për shembull, keti ndonjë trend që të ka ngel fiks ti? Ka qenë një atëherë, një shumë kohë më përpara që bëre ti te shtëpia jote me pantallonat e shkurtra që u bën shumë virale, po. Që ishin shorts. Po, ato shortsat me çizme. Po. Bravo. E di çfarë do thuash. Bravo, Eva. Kemi bërë dhe matchen. Kemi provuar. Nuk e di, a jam e vetmja, po unë nuk jam influencuar kur nga kush? Nga trendi i matches në TikTok. Dhe unë mendoj që matcha nuk njihet derisa e njohu TikToku. Po, dhe unë mendoj që për shembull kafe pirsit, kafe dashësit, si puna ime, nuk e zvendçojnë kafen me matcha kurrë, çfarë thon kot kështu nëpër TikTok. Nuk zvendçohet, e kam provuar. Realisht e urrej shien e matches. Kjo nuk është një anti-reklam për të gjithë bizneset që kanë matcha në Tiranë, po mua nuk më pëlqen, ka shije bari. Po përveç, po ka me vërtet. Bar jeshil. Bar jeshil. Edhe ai jeshil, e kupton se. Okej, qëndron. Si do vllash ti? Po jo, janë organike. Ja, nuk e di, mua nuk më pëlqen. A pëlqen ndonjëra nga ju matcha? Jo, fare. Ose pia ska. Po më shumë më pëlqejnë frutat. Dhe ti ku do dal? Apelina. Dhe janë ato strawberry. Po për zotin. Ka ndonjë me portokall? Nuk e di, po unë mekem në darkë kur shtrihem për të fjetur edhe ju betohem rri gjithkohës duke e parë atë videon, e kaloj. Është një lule shtrydhi që traton burrin e vet me një banane. Pastaj kur shkoj del lindi lule shtrydhi del banane. Pastaj tratohet dhe në fund i thot kjo nuk është fëmia ime, i kërkon llogari. Besoj ose jo, unë kam kapur veten duke qarë me këto një natë dhe i kam bërë not interested dhe sa herë më dali thjesht i heq, tani nuk është se më dalin. Janë shenjat që është mirë. Nuk jam mirë çaj me strawberry-nën. Është kurth, se pastaj domethënë po e pe një deri në fund se ato janë nga 3 minuta, janë shumë gjata. Është seriale. Janë të pafundme dhe po e pe një deri në fund do të mbushet for you page vetëm me ato. Para ata ditësh, po haja sallat frutash. Po unë pas ka lekti. I ka lek frutash. Nuk kishte dragon fruit, pa merak, me shampanjë. Kishte ananas? Ananas i pikniku. Ishte një sallat frutash modeste. Po unë e urrej mollën. Nuk e di, kam një kështu një histori personale, nuk e kam qef mollën, e urrej, nuk e di pse. Sidomos traume shkreta. Nuk e dua mollën, e urrej si frut. Dhe gjithmonë në çdo sallat, qoftë sallata mam, qoftë sallat frutash, e shmang. Dhe i hangra gjithar frutat dhe ngelin fund molla. Edhe më kujtoa kjo historia që molla trahtohet nga molla grua, edhe lind një mollë me një shenjë të kuqe, ajo ishte mollë jeshile, edhe për zotin të betoj me gjitha vetën duke ndirë gjynaj që nuk po haja mollën. Edhe mora hangra me zor. Që të bashkoj me gruan e vet. Jo, si ishte kjo historia? Thjesht unë nga që nga apelinat që kam parë në TikTok, thash gjyna, thash si mos ta hajde. Jo, unë kam pak të tjetrën që e han, për shembull mollën e kuqe, po ngel molla jeshile jashtë. Edhe tash që mos i ngeli shefi, e ha dhe jeshile. Bashkoj bashkë marku. Shikoj se bën mirë për shëndetin. Çfarë dush, nuk është ndjem shumë e shqetësuar për ju të treja. Sidomos për shëndetin me dorë. Harroni cappuccina ballerina, tung savur. Ato
Ato ishin interesante. Ato ishin interesante për të parë. Ishin shumë interesante, kapucina, trajlera. Jo, ato ishin Po bukura. pra, po ishin trend, ishin fiksuese. Balerina Capucina. cappuccina. Zemra, do të thënë, çfarë pështin tret natës kur nuk e ç'a bën. E di çan ndiem unë influencuar, kisha një kohë që më dilnin shumë video, keni parasysh që dalin video që organizojnë nëpër TikTok? Unboxing. Apo jo, ato organizer. Unboxing është që i nxjerr ajo që i fut. Po, që organizon syrtare gjëra. Shpjegimi i bukur. Dhe fillova unë duke i pa shumë këto, dhe tani jam shumë, se më ra pak bravo. Tani ndihem shumë e egzaltuar kur pastroj shtëpinë dhe organizoj shtëpinë. Bande episodin e pastrimit, të kishte më shumë qef. Aty poshtë nuk ishte Nuk kishte organizers. Nuk kishte asgjë, ishte thjesht një hapësirë e madhe me gjëra që shumë gjëra brenda. Ku ti çosh gjithë ato? Ekosistemet. Po me këto kërcimet e TikTokut influencojnë ju? Në 2020-ën, ka qenë një herë një koha e artë e 2020-s, karantina, që ishte Renegade, Hype House-i, Sway House-i dhe gjithë këta që kërcenin nëpër TikTok, dhe unë isha shumë e determinuar, tërkohën rria në shtëpi dhe mësoja këto kërcimet. Sa jam penduar unë që se kam nisur TikTokun që atëherë. Po përveç kërcimeve janë edhe këto inteligjenca artificiale që bëjnë video me inteligjencë artificiale. Janë ca mace. Prit, vidasin. Janë Mirë kjo. S'ku gjithë salcicët e krevati jot në rëndit Po, natës. është kjo tjetra që janë disa burra duke e ndjekur për shembull dikë dhe ajo futet në një vend të fshet edhe aty brenda nën tokë ka shtëpi, ka televizor, edhe unë rri shoh aq me vëmendje sikur është vërtet reale, edhe është e frikshme. Wow. Ta mendosh që ça butalliqesh na marrin ne kohën dhe vëmendjen nga dita jonë. Po se nuk kanë as histori të vërteta. E di çfarë ka ndodhur një herë, po ç'do thoje. Jo, doja thoya që në fakt është bërë pak boring jeta reale dhe sikur po e zëvendësoj me inteligjencë artificiale. Me intrigat e Apelinës. Po më ish po flasim për trendin e TikTokut. Po këto që dalin bëjnë podcaste nëpër TikTok. Lema, mos flasim për ato. Po sa të shpifra janë ato. Kanë bërë trend 1 në 2 video veç të ato fol të dhënë me. E keni pa? I ke pa një 4 goca, siç ka janë, njëra ka surrel, se një flok gjatë, njëra. Po, e ke pa? Po ka qenë një bjonde, njëra një herë ka qenë bjonde. Lu flokët ajo brune. U bë si, ka qenë njëra underre. Ka qenë dhe njëra që bë vetëm gafë. Po ata më interesante në fakt, çka ka kështu vërdall mirë. Ato janë janë shumë mirë. Themi çfarë të themi, po prap ndikohemi të gjitha nga tre. Sidomos ne gocat ku bëhet fjalë për make-up, për flokët, për veshje, ushqime, po. Kanë qenë ato moçit, çfarë ishin ato një kohë, që fillon dhe ne të kemi produkte aziatike, vetëm ato që janë kudo. Unë marr akoma moçet. Jam një fan se gjigante akulloreve moçe. Vdes. Janë të mira shumë. Vetëm se bëjnë ditë mi le kupton varet si jam me ditën. Po gjë tjetër për shkakun që kanë vëre është gjatë kohës kur ti je mërzitur ose je lumtur, sa futesh TikToku sikur shoku jot i ngushtë do të ngushëllon. Po, mendoj që TikToku do përgjon. Realisht mendoj që TikToku do përgjon. Si ka mundësi që gjithmonë ai e di se çfarë duke kaluar. Ishte diesmore dhe thjesht por jashtë shumë e lodhur. Edhe futem në TikTok dhe thoshte, është një ditë e vështirë, jo një jetë e vështirë. Ka bërë një video që thot Miri posting everything because my TikTok knows me very well. Realisht, është me këto repostet nuk e kemi mirë punë, pra ditë të shkruajti një gocë roman, më tha, I don't know what you're going through, po gjithmonë kujtoja vetes që je shumë e mirë. Ti tash lutem thash. Remove repost. Dhe u futa, realisht kam 3 ditë që zgjem në mëngjes. Edhe i heq disa riposte. Bëj riposte kështu çuditshme. Po pra, se domethënë është varet nga moodi i momentit. Me mood, domethënë një ditë mund të bëj ripost e nkeli në batenie që kërcen si indian, dhe ditën tjetër mund të bëj ripost për vdekje. Po është shqetësuese se ti ke çdo ditë një ripost që të kujton se do vdesësh një ditë. Eshe? Frika nga vdekja. Po, përveç kësaj ti më she. Kur shoh ripostet e Krisat më vjen ti shkruaj dhe ti them a je mirë? Po thjesht hezitoj se shoh pas 2 minutash një ripost tjetër, my life in few moments. Në plazh, private jet. Po, dhe them, okay, thjesht i ka drama kot, le të jemi të sinqertë. Po, confusing. Në qoftë se do të na njohësh ne shifër postet tona. Jo, mua jo. Mua do mendoj që jam bipolare. Në rregull je ti. Po don bipolare jam se bëj plazh pastaj shkoj. Ti je më e qarta nga të gjitha. Kjo ka veç 7 lloje diamantësh. 50 lloje çantash. Dhe valla mos i merrni shumë seriozisht, okay? Merrini seriozisht. Gocat janë shumë mirë, ripostet që i ripostojnë 3 natës nuk tregojnë shumë për gjendjet e tyre emocionale, gjatë ditës janë shumë të lumtura. Jo, ato tregojnë shumë. Po thjesht
Të gjithë do vdesim një ditë nuk je vetëm. Po gjua shkon aty ku do them dhëmbi, dhe kështu që në orën 3 të mëngjesit, ndoshta njeriu ndjen nevojën për të shprehur dhe nuk ka se ku të shpreh dhe përveç TikTokut. Fisha TikToku na influencon, na ngushëllon, na motivon, na dembelos, se vjen duke bërë scroll. Hera fundit ishte episodin e kaluar ku bëm atë me Unaz. Pa, me atë me Unaz për shembull influencuam me B. Ka Çfarë kemi shumë bërë tjetër kësaj radhe? Shifeni. Ne jemi çunat, bëjmë gjurë si bombat, shvetim këtë dilën. Ku jemi sot çuna? Sot jemi te make-up, te cover by make-up by ne. Make-up artista më të fuqishëm sot për sot në Tiranë. Ku ti bëj make-upin, goca vet goci. Unë sot me zi kam prit baja trendin që ja bën kështu. Gocat nuk e din, gocat nuk e din që... Bëjmë gjurë si bombat. Ne çuna. Bëjmë gjurë si bomba. Ne jemi çuna. Jo. Sot ju do lyeni nga këto duar të arta. Edhe nga këto. Mua bëj Flori, mua. Dhe nga ruleta e fatit do zgjidhni se cili nga çunat do t'ju bëjnë make-upin. Po, make-upin do zgjidhim ne. Okej. Merr Ema. Bravo Eva. Kesh make-upin. Do keni besim nga durët e mia. Tu do hajde! Mua baj Aldi. Atëherë Kristiana do shkojmë për këtë lukun sot je gati, mbaje fletën dorë, me nxjerrim anën tënde më skëterr. Me Kristin kemi këtë lukun cherry lady, tip nuancë rozë dhe bëqellë. Vazhdojmë. Lulet. Sekond. Ku është sponxhi? Janë gjithë Tash do ta lëmë me fondatinë. Kto janë gjëra që të ndihmojnë të zbardhësh pak se jeni pak e errët. Ju ka zën pak diell. Tu kemi fondatinën. E kuptoj, po më troshit trut. Tani do ta përhapim te dora. E kemi vetëm 5 minuta. Më nxorën mozat nga vendi. Si fillim Shim shimi. hoqi telat. Si fillim shim. Mbyllë gojën, duhet mbyllur goja gjatë këtij procesi. Kemi Se rrezikon të futet fondatina mjaftoj. Vazhdojmë. Ku do të marrësh? Atëherë gjëra radhës. Ti do një sy skëterr më the. Kujdes me lëvizje pak petalit. Sy skëterr, mbyllet llapën. Ashtu okay. Okej, fillojmë. E hapun. Mos u bërtisni, nuk ju dhëm. Minusi na shkoj vetë llaskiç. Mbane. Dhimbjat në njëherë janë kënaqësinë e jetës. Mbyllë syrin. Ja si do i lymë, sa do lyk Klean si Coachella, si e ke parasysh nga këto Zara Larsson, Delfini, Ver. Unë do të lyej emën me këtë luku, shikoni, është tamam ema. Shikemi nuk dallohet. Nuk dallohet fare. Do bësh fiksi kjo, ha? O identik jet. Mos më pret në bes. Je ti këtu? Po. Do jesh edhe këtu, pa merak. Ç'do do jetë? Hajde çuna shiko, keni vetëm 5 minuta kota. 5 minuta? 5 minuta. Vetëm 5 minuta kota bëni këtë gjë dhe neve do ikim në Me studio. çfarë fillohet? Me çfarë Fillon me fillohet? fotatinën, me fotatinën. Merr sponxhin, ik lage sponxhin, shpejt, lage, shpejt. Po pritër se nuk e lagë shpejt. Shpejt, ore, shpejt. Ne kemi laks. Hajde Flori, po. Sa ta lag. Shpejt, hajde, merrove punën, hec. Hajde, hapet e dora, Po pritë. Hapet shpejt e dora. Më falë t'ja futa ngoj pa Kjo dash. skamër. Ua, na sini çik fotatinën. Pa dashje. Na sini çik fotatinën. Rrisa ka me gota e. Po ja të përfund, na mes. Jo rivalitet. Ore këtu atë dorë. Jo, Dashuri. jepi tani, po mirë. Ha si butove. Pritse, e kapa për fyti pa dash. Tani do vëmë konturet. Që me këtë. Okej. Tani do vazhdoj me këtë. Ku e kemi? Ky është një, ç'a quhet ky eyeliner. Do vazhdoj me brushin tani. Ky brushin do çfarë është kjo se harrova? Bronzer, kjo është bronzer. Bronzer do ta vëmë te konturet këtu te pjesa e mozave. Krisi s'ka nevojë shumë sepse i ka mozë. Shikoj, ka të ndartë hunda, se po e Mbyllim e ka të ndartë hunda. Pak ballin se balli qerek centimetër katror ball. O fatos, nuk e kam Ashtu sy. ke. Brita shoqë si për mirë, pse Jo, e ke kështu për lart. E ke për lart. që mos duket si e rraf, mos di si e godit me Për lart. Ashtu okay. Atëherë ne japim një eyeliner për lart në mënyrë që të ndallohesh nga Batmani, pra okay. mos të ngatroj njerëzit në rrugë për Batmanin. Faleminderit po bën Lashi shikojnë ku çfarë flash kjo? Po okay. Se janë Me këtë me një brushin. artiste Me furçën. shumë krenare për kombin tënd. Nuk dua ta pikturoj në fytyrë. O Flori, nuk e të lyll llaç. Bënaj me konturin tjetër. Do je but, kështu çak. Tash i bëj vjezimet e konturit. Hape. Ktu, sipër. Sa nofllot. Jo, po. Këtu. Jo, fort. A këtu si më bëhet? Larg, bëj. Në të Jo, gjitha shumë vendet, Flori. Po si ta bëj pra? Kështu, ore, kështu. në të gjitha vendet që mendoj që duhet Po të le se bëj unë e ti. snatched. Edhe ku tjetër? Po o zot, o zot. Aplikot kështu. Bravo. Ai ma të shumë pak. Po tani E shoh. e mos fotos do më Bie bërë me minuta. abuzuar. Me çfarë hapet? Hape me këtë. Kjo futet tek Me fushën për larg.
Po si të puna dhe ne nga andëre? Shumë mirë me ecën. Mirë? Po kjo këtu poshtë? Po s'ka. Si ndihem. Tani pas bronzit kemi paletën e Heksit. Dhe kemi blashin ngjyrë roz, hapet pak u hapet ka. Kemi paletën roz me fuçën tonë. Tani do vazhdoj me buzat. Kjo është për monzat këtu, thot Kristo. Buzat ju I keni goxhat të trasha, që unë do shkoj me nut. Okej? Që të dallohet diferenca nga nofla e poshtme dhe nga mustaqet, që besoj keni heq për. Ma shumë blashe. Bravo. E shef? Bravo, më pëlqen. Pëlqen. Tani ç'a bëhet? Tashi do Tani marrësh. krem flok, besoj. Jo. Jo flokët të lutem. Ta kesi ti blashi ose me ha. Qetësoje ma pse e panikoj. Blashi Rrimë bëhet. qenë se do ta bëj me kapin. Do më bësh vetullat. Mos lëviz, kemi ç'a mund ta fshi. Po mos e shtrëngos syrin o plak, duhet më nej qet, beso të unë, ke besim të. Kam seriozisht, ke besim rrit. Okej. Shiko drejt. Po shiko drejt, mos lëviz. Si me qetë dentisti. Po një sekondë se nuk po më pëlqen kështu si ka përfunduar, do më shumë zez. Jo. Kafe atëherë, kafe. Po mos lëviz më plak. Kush është kafja? Mos lëviz. Hë? Rop. Robën të e bëmi. Mos lëviz. Po s'ka gjë mos e vim. O fatos! Mos I sekondë se duhet këtë smok jaj, mbyll syt. O plak, nuk duhet ma ngjizë. O fatos, nuk e kam në mollë syrin. Si prindrit kur shifshin telefon se leshin. Skornioz o plak. Prit 10 sekond. Ashtu Atëherë pak blash, nga no. blu. Apo jo, çka e zez Edhe kjo. poshtë, kujdes se më tupër shikimin deri në 60%. Prit marrë furç tjetër mi. Unë sfidoj Emën për Jokerin. O I ka marru goja kësaj më shumë. Vazhdoj të qit jeshile. Tunde, Mojselina, tunde. Mollga tjetër. Vazhdoj me pjesën blu. Po ç'a ke më plak rri? Ju lutem mos kopjoni nga ne. Tani. Shifë kjo është rrot. Po se më ka këtu, se kjo ka xixa. Vazhdon pak maja këtej. Ta mbaj. Spari do Që ta shohësh më kollaj. ta bëj tip shigjeta, prit edhe këtej. Ha? Jo, më pëlqen Ai pse bëra kështu? Pse je aty? Pse hapet kjo kaq shumë? Jo je aty o vlla. E ke bërë si mos e je në atë vend që je. Do të mustaqe the? Jo, mustaqe jo. Hapi syt. Jo. Thjesht Wasta e bukur, hapi. Unë po shkoj klientit, çka kërkon klienti e bëj. Këtu jemi okay. Jo, më pëlqen deri këtu. Je me nervat jema? Jo, absolutisht. Duke shkruaj me nerva. Jo, absolutisht. Ça tani kemi? Tani do bëjmë blashin. Se po bën aty eyelinerin. Kemi blash. Tu bëhet është mirë, Hape hape. tjetër, çfarë është tjetra? Ja ku është blashi. Po as Zara Larson dukesh. Do japësh Absolutisht soj. Pra se to vija. Pika uji. Literalisht. Si dy pika. Qa, ku e ka kjo? Jo, ty jo. Le të shkojmë pak për blu. Eja. Okej, ha se mirë. Ju lutem, klientët tonë janë gjithmonë të kënaqur. Një sekond. Jepi klientët tanë. Shizi që zgërdhije duke qeshur. We love our client. Eja në fatos mua dhe do të qëndoni të lumtur. Qa në gjyre tjetër do të verdh. Shkojmë pak të verdh poshtë double chinit. Do nohem. Jo, duhet mbuluar double chinit. Tu në gjithë zonë. Ka ne lap vetlash? Shive pak tani o desar, se unë prandaj Mos ka hapet marrë të lukun. Kjo eyeliner e brush. poshtëm e ka si qërpik. Semra, si qërpik. E s'ka bën atë, ja bëj. Brashi. Ja ta bëj. Hapo. Rreqet. Jo, çet jam unë. E shoh. Ku dalë për të dy buzë, po mirë. Po. Tash do më lësh buzët tu. A luaj kështu? A prit se kalova çik nga vijat? Hapi, uta. Do bëj për terapi pas. Harrove setting spray o burr. Një sekond. Atëherë, për setting spray ne përdorim një gjë organike, e cila është super. Mani shumë patroni vet. Tani, gjithë klientët kuptohen kur e shohim si fillim make-upin, por make-upi im bën punë mas 5 orësh. Do rini 5 orë. Tani erdhi momenti më delikat flok. Wasi u bën, hapi boost. Mblidhi buzë bëj pa kështu puthi bashk. Po bëj atë ç'a bëhet që mblidhen. Çu? Po atë bëj. Okej? Prit sa të hapet edhe pak, prit. Prit si të ka ikë. Mos i luj. Prit. Të mbylli tani me çashë me lip glas. Ai do pak më tepër. Ku është ajo që I Po, foto ritmo. kështu sipër, Klea? Po nuk folë mu t'i bëj. Okej? Që nduken buzët më të Po do duke. Atë proces nuk do të bëj dot, po buzët nuk i bëj. Ç'është kjo? Lip gloss. Hape. Fiksa shumë. Hape. E marri më qesh. Me
A do jesh të dasma Gocës House ose edhe filmin Jokerit? Jo, jam tek gocës. O zëvat kam bë fiksi Zara. Do të kalova çik prit. Po, do të zëroj pak. A mund ta them atë frazën e Jokerit? Thuaj çfarë dush. I have nothing to lose. Edhe një bëj pak atë. Jo, do më lësh mua. Ai ka dhuna. Më lë mua po them, nuk lejo dhuna, më lë mua. Më lër mua. Atëherë. Çka kanë Bëj buzët me këta. Buzë më lësh buzë, po Shumë dhuno. qelta. Do më lësh të punoj, jam artist, nuk pengon të artim. Shipa. Në një ka që të drejt, o paton! Jo tek unë. Atëherë liroje. Mos ta të ndorë që në gjodha aty o frot! Liroje po them, është e fundit. Edhe pak. Putë bluzën, putë. Blak të faqet. Të faqet. Do të vrasi, do të marri vipat dhe të vrasi, janë prova! Baroj koha çuna. Realisht baroj koha. Sa ke pas të Frida Kahlo këto shpirë. Unë jam fix si kjo në foto, e vlerësoj që Flori më ka bërë fix si kjo në foto. Dhe mos thuj ti s'm ka posti foto, se unë e ndjej veten shumë e vetbesueshme. Jo, tash Frida Kahlo është një artiste shumë e mirë. Unë me dalë tek shumë rrugë edhe I can Mune me dalë tek shumë rrugë edhe I can break hearts. Unë e kam bërë shumë bukur Liana, e kam bërë fiks E ma Liana. të kusur e nish papir. Si fillim unë dua të them që unë jemi si 2 pika ujë, e ma. Absolutisht, për është fiks i foto ja. E di ti tash? Fix për Coachella, që të veshësh në ai fund, Fiks në për gjë. Coachella, për çdo. Fix për Coachella. Coachella, fiks. Nëse kam një pyetje, nëse unë do isha një vepër arti, si do ma vije emri? Ti. Ajo Britma që vërtet. Mendoj se po. Ajo Britma. Ne ishim si ata, e ke pas pikturën që është duke qajta goca dhe është kështu sipër ai. Kështu që e puthin. Ja, bash, jo sa. Jo, ju lutem. Ai do ishte. Pas ka një kimimi të make-up artistit dhe klientë. Po me ju se shko. Prandaj do të thënë shumë mirë. Se duket ti make-up artistit të orren. Shërim të shpejt kësaj. Faleminderit Ali. Kur mos dënoni një fen. Faleminderit Ali. Kallimi besoj është i dukshëm që rezultati në Fatos Mua të tregon më saktë. Unë momentalisht shoh veten time në pasqyrë, jam në shok dhe mu tha Dora që zgjodha ty Fatos. Këto do lotari vërtet. Vërtetoj që ti po pas ke inat, shumë inat. Kaloj të storësh, çka kam thënë? Do mblosh çukat. Tani Fatosi po tregon anë vet errët të make-up. Nuk tregon anën e qinë, nuk tregon anën pranveror, shiko çfarë make-up, shiko sa bukur ja kam. Jura gjeti. Na lën, na ka veç mos bin kokra. Shiko çfarë make-up, shiko çfarë lani, via blu, shiko si shkon linear me sy tjetër simetrike. Su blashi buz, e vuna re venosa pak më shumë se ç'duhet, kapa edhe fshiva rregullova dhe ka dalë seriozisht një make-up shumë i goditur. Flokti janë kap në metodën top buz, kap me nga mrapa dhe janë vendos lulet në formë sipas fotos së saj. Nuk kishin lulet e njëjta, por as flutra s'kishin. Pra ka shumë sa ka çurrel sa kalon. Minutë mos flet. Unë për vetë jam bërë me skolioz. Nuk e kuptova se pse duhet të nxirrej fytyra kështu për të lyer. Po për të më kthy parë se s'ka problem. Okej, ishte mirë, është afruar, mendoj që është tani me çukat një herë është shumë Unë nuk e di ç'a komenti t'jap, domethënë nuk jam e surprizuar, jam Duke thyer me nerva nga vetullat, po Jo, në fakt unë për këtë make-up që më ke bërë do të lete pak shish, se meriton. fal ti pse ke bë Loren thjesht bjonde. Ja, është formë. Se ras bjonde, ç'ta bukur kam ba. Nëse kishte Nete vona. Atë besoj pakon për flokët je kënaqur deri diku. flokët po. Absolutisht. Tani për pjesën e make-upit mund të rregullojmë edhe me tag në Instagram, s'është problem. Ti do jesh në atë reklama e parë që do bëj. Okej, make-upit do të paguash. Ta mban xhepi. Qa është me 50.000 lek? 250.000 lek make-upi i maturantëve dhe për store ai 240. Do pagosh gjithë që rand vetëm me mua, vetëm me mua. Vetëm me mua, mos shpëto. Google jep 50 cent për çdo person që i ban like këtyre vajzave bashkë ka. Madi, unë kam një pyetje. A bëjnë kurse çunat? Ja, Kurse bëni, a unë bëni? shpejt do hap një shkollë. Je interesuar për kurs privat? Te cila pjesë je më interesuar, të buzë, të faqet, të syt? Të gjitha. Okej, kalojmë te syt si fillim. Patjetër, jam shumë interesuar. Dhe me qënë se Vera po vjen. Ne jemi shumë kurioze të dimë se ç'a doni ju të shihni, se
ju urdhëroni ne zbatojmë. Na Po, thoni ishte moment. hajde në durrës me këmbë dhe shkonin në kavaj ngjitonin në shkëmb. Diçka që nuk vuajmë, Gratë diçka me normale. plazh, diçka me det, diçka me diell, me lumturi brenda, pa lodhje, me lek, ndoshta. Qose insistoni ju, ndoshta neve arrim. Klea shprehu shpirtin tim të brendshëm. Faleminderit Klea. Dhe ne vazhdojmë të provojmë gjëra, kështu që çka kemi provuar kësaj radhe. Shiheni edhe këtë se e fundit është. Nuk flasim më, neve vepra. Jam ikon Ema dhe Kristiana. Mirë, çfarë do provojmë sot? Sufle! Unë do mësoj të bëj sufle, Kristiana do më mësoj ta bëj se fatkeqësisht unë vetëm di të ha, nuk di të gatuaj. Pra sot nuk do provojmë sufle të gatshme që t'japim review, por do mësojmë bashkë si të gatuajmë sufle që është shumë e thjeshtë, mund ta bëjmë për 10 minuta. Me këto përbërëse që janë këtu poshtë. Tani, na duhen sheqer, grafika t'ju lutem këtu, që t'i vendosim dhe me gramatur, sepse nuk jam shumë e saktë, dhe për t'i matur gjitha këto, nuk kemi një peshore, po kemi marrë këto që... Janë kupa. E që tregojnë gramaturat. Okej, kemi sheqer, çokoladë zezë, kakao, miell, 2 kokra vezë dhe gjalpin që po shkri në banjo mari. Tani, Ema. Po. Unë kam shkrir gjalpin, do e nxjerr dhe do shkri çokoladën e zezë. Ti ndërkohë, të kam dhënë të mjetin e punës, një arën të ftohtë për të rrahur vezët që mund t'i rrash këtu. Po, normal. Kaq punë di ta bëj, se janë punë thjeshta. Okej. Nuk janë punë të vështira. Vjen keq. Në kushte pak kaotike, tani kemi shkrirë çokoladën dhe do ta përzim bashkë me gjalpin, që të dyja kemi shkrirë në banjo mari. Na falni për këto kapset që janë lecka në këtë moment, po me çana ndodhen. Unë të hedh sheqerin te veza? Po, hidhe avash sheqerin dhe ndërkohë trazoje. Pas një trazire shumë të madhe. I lash punën më të vështirë. Gjithmonë punët më të vështira më lejnë mua. Tani, kemi këto kupat e vogla, në të cilat do hedhim suflen. Duhet jenë alumin ose qel shumë i fortë që duron nxehtësinë. Dhe do t'i bëjmë pak, që më the për çfarë duhet kakao. Okej. Do t'i bëjmë pak me kakao. Po për çfarë shërben kjo? Për që të marrë aromë. Po që aromë kakao, që të mos ngjisi. Mos të ngjisi. Okej, më mendova se për shije. Tringjy. Boll. Hajde, tjetra. Kaq. Hajde, edhe këtu. Kaq. Ha, prit ta çëm deri në fund këtë si gjuna. Ne po vjen një shumë e dorë. Si ka dalë shija. Ke parasysh çik. Po pse ke frikë të provosh? Jo, po unë jam sugar free. Ka dalë mirë. Po, tani do ta provosh. Perfekt. Jo, tash s'e provoj. Një detaj shumë i rëndësishëm është që soba duhet jetë ndezur në 180 gradë që në momentin që ne fillojmë përgatisim çdo gjë. Ne e kemi ndezur dhe tani do t'i fusim brenda të gjitha një nga një. Aksion dhe fusim. Me kujdes sepse është e nxehtë soba. Shumë e nxehtë. Po. Si do e fusim? Më që është shumë e nxehtë? Po nuk është aq e nxehtë. Ta mos. Më shkrin gishtat. Presim 10 minuta dhe Sufle është gati. Dhe kujt tani? Janë 6. Duhet të ndajmë se kush do i haj, kush do i provoj mundin e këtyre duarve. 6 starsa. Okej, hajde. Ti mendoj. Okej, gocat e Goldsit. 3. Jemi 4. 4? 2 ato 4. 4. Jeni dhe 2. Kuj do ja jepje ti 1? Aldit 1. Pytem dhe unë të? Unë pytem? Okej, do t'ja jam nga Aldit 1. Pa për ushqim, sot rabia. Da japësh Aldit 1 ti. Hajde, për hatër të korave të vjetra, po ja japim Aldit të provoj një sufle nga duart e Miesha. Po ti ku tjetër? Shefes mi shefes. Shefes pasi ne e bëm edhe gati. Moj se edhe ata kësëm. Edhe e bëm dhe gati e Edhe ata kësëm. Më të madhen, më ata vulkanin. Më vulkani që të dalë çokoladë. Të shpërthejmë çokoladë. Bum! Edhe pse po i bëjmë keq se ajo zakonisht nuk ka kështu gjërash, po një herë o gru. Një herë për ne hati një sufle. Sufleja jo është gati. E pojshëm ushtarin tot.
Që ka shumë Ema, ngrohtë. Që ka shumë ngrohtë. M'falni. Okej, ja, inshallah s'është çare. Tani, si që shifni këtu e kam kthyer përmbys, sepse do t'i kthejmë përmbys, pastaj të hapim me lugë dhe t'jetë kështu. Me çokoladë. Jemi? O, sa të mira! Mirë. Tani do t'i hedhim pak sheqer pluhur nga sipër, se normal unë i haj gjërat kur janë të bukura, nuk i haj dot ndryshe. Ta bëjmë kështu, si Masterchef? Si qa është çik-çik? Kështu që ke parasysh? Jo. Tani do marrim një lugë dhe do provojmë se çfarë kemi ndritur. Okej, na sillni një lugë, ju lutem regjia? Regjia? Po, regjia. Qa specialiteti! Wow! Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pa do kënaqet shumë me ne. Atëherë bëni subscribe sepse na presin kaq shumë gjëra të bukura. Ándale!